Djenora 9:50 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një grua 65 vjeçare nga Tetova ka denoncuar se nga një person I panjohur është keqpërdorur kartela e pagesës, gjithsesi në periudhën prej 31 majit 2026 deri më datë 26 qershor 2026. Janë kryer 5 transaksione të pa autorizuara, me çka I është shkaktuar dëm material prej 9.263 denarësh. Sektori për punë të brendshme Tetov gjatë ditës së djeshme ka evidentuar edhe 3 raste të sulmeve fizike. Një 28 vjeçar nga Gosivari ka denoncuar se rreth orës 14:05 në rrugën Beliqica në Gosivar, derisa si punonjës në një dyqan për teknik të bardhë po dërgonte një produkt, është sulmuar fizikisht nga personi të cili duhet t'ia dërgonte produktin. Një 47 vjeçar nga Tetova ka denoncuar se rreth orës 13:20 në udhëkryqin midis rrugëve Vidoj Smilevski Bato dhe 29 Nëntori në Tetov është sulmuar fizikisht nga një person dhe një 42 vjeçar nga Tetova ka denoncuar se në rrugën Boris Kidriç në Tetov është sulmuar fizikisht nga një person I cili ka përdorur edhe një send druri. Djenora 15:30 në Tetov, në vendin e quajtur Banja e Tetovës, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria personin 27 vjeçar nga fshati I Bozovc, sepse tek ai është gjetur marihuan. Dje rreth orës 14 në rrugën 29 Nëntori në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria 4 persona të moshës 28, 19, 21 dhe 20 vjeçare për shkak të një përleshje fizike mes tyre. Djenora 19:30 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 38 vjeçar nga fshati Prelubishti Tetovës ka denoncuar veprën penale rrezikimi sigurisë e kryer nga bashkëjetuesi I tij. Sipas denoncimit rreth orës 17:05 I denoncuari e ka thirrur në rrjetin social dhe I ka drejtuar kërcënime serioze për jetën, me çka ai I ka regjistruar bisedat, ndërsa si shkak për kërcënimet e përmend zënkën e tyre të mëparshme lidhur me zgjedhjen e bashkësisë lokale nga para një muaji. Djenora 20:10 në rrugën 146 në Tetov, zyrtar policor kanë privuar nga liria një 28 vjeçar nga Tetova. Paraprakisht në orën 19:25, vëllai I tij 35 vjeçar ka denoncuar se rreth orës 16:30 në shtëpinë e tyre familjare ka pas një zënk të mëparshme verbale mes nënës së tyre dhe bashkëshortes së denoncuesit. E ka sulmuar fizikisht nusen duke e goditur me grusht dhe duke tërhequr për flok. Kur denoncuesi ka tentuar t'i ndaj, I denoncuari e ka sulmuar fizikisht edhe atë. Djenora 22:50 në rrugën rajonale Rataj Leshk, zyrtar policor nga stacioni policor Jegunoc gjatë një kontrolli në trafik kanë ndaluar automjetin e udhëtarëve Ford Fiesta me targa të Tetovës I drejtuar nga një 39 vjeçar nga fshati Gjepqisht. Gjatë kontrollit është konstatuar se personi e drejtonte automjetin pa provim të dhënë për shofer, veçsisht pa patent shoferi. Ai është shoqëruar në stacionin policor, ndërsa automjeti është sekuestruar përkohësisht.